Në qoftë se mbani aloe vera në shtëpi, atëherë ju kurrë nuk do të vuani nga këto tre probleme. Aloe vera tashmë njihet për vlerat e saj shëndetësore për mbrojtjen e organizmit. Te vetët e saj përfshihet edhe përmirësimi dhe parandalimi i problemeve të ndryshme të lëkurës. Janë të shumta edhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi i aloe verës në përditshmërinë tuaj. Ajo mund të përdoret si në kujdesin e jashtëm, ashtu edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ajo ushqen dhe hidraton më mirë shëndetin tuaj të lëkurës dhe parandalon edhe komplikacionet e saj. Nëse keni një lëkurë të thatë, shtoni aloe verën në maskat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë edhe vërtet fantastike. Gjeli aloe verës ka veti të mira hidratuese, prandaj, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është vërtet ideal për lëkurën e thatë. Ajo i jep asaj mundësinë që lëkura të përmirësohet ndjeshëm dhe të evitojë gjithashtu krijimin e problemit të radikaleve të lira. Gjeli aloe vera mund të aplikohet direkt në lëkurën e fytyrës suaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbrojtëse. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu si një pastruese e vërtetë e lëkurës. Pastrimi i lëkurës së fytyrës nga papastërtit dhe qelizat e vdekura është një nga hapat kryesor për një lëkurë të shëndetshme dhe plot gjallëri. Provoni të përzieni gjelin aloe verës gjithashtu me sheqer, kafë dhe të fërkoni lëkurën e fytyrës suaj dhe ta lani çdo mbrëmje. Në saj të veçorive që aloe vera doni të jap, atëherë mund të përdorni edhe recetën që ju përshtatet më mirë në rastin tuaj. Gjithashtu, aloe verën mund ta përdorni edhe si një krem ushqyes për shëndetin tuaj të lëkurës. Lëreni aloe verën të bëjë magjinë e saj ndërkohë që ju flini. Lyeni fytyrën tuaj me aloe vera dhe lini gjatë gjithë natës. Ky kombinim do të bëjë edhe një zgjedhje perfekte për shëndetin e lëkurës kundër yndyrnave të tepërta të lëkurës, gjithashtu edhe në rigjallërimin e dukjes së saj. Aloe vera mund të qetësojë problemin e akneve. Vetitë që aloe vera ka kundër akneve janë të magjishme. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore, antibakteriale dhe antialergjike. Këto përbërës që gjenden te aloe vera do t'i japin asaj rezultate të favorshme në dukjen e lëkurës suaj. Do të mbajnë larg shqetësimet dhe do të ofrojë një lëkurë plot gjallëri. Sugjerohet të përdorni aloe verën në bazat tuaja ditore. Ndikimi i saj në organizmin e lëkurës do të jenë gjithashtu edhe më të fuqishme, sidomos kundër shenjave dhe akneve të ndryshme që mund t'i kanosen lëkurës suaj. Aloe vera është një nga alternativat që mund të përdoret edhe jo vetëm për dukjen e lëkurës, por edhe në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Aloe vera njihet ndryshe si bima e mrekullive. Ajo mund të përdoret në shumë gjëra pozitive për sa kohë nuk shkakton efekte negative dhe ndiqen rregullat strikte. Ajo mund të ushqejë shëndetin tuaj të lëkurës. Gjeli që përmban bima aloe verës ushqen lëkurën tuaj me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja. Megjithatë, nuk duhet të përdoret më shumë se 3 herë në javë. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu si një zbutëse shumë e mirë për shëndetin tuaj të flokëve dhe mund të kthehet në një aleat të vërtet për to. Pas lyerjes, lyeni flokun me xhelin në brendësi të bimës aloe verës, edhe e mbani atë për deri në 5 minuta. Më pas i shplani flokët tuaj me ujë të ngrohtë dhe floku juaj do të zbutet, do të bëhet gjithashtu edhe më i shkrifët. Aloe vera do t'ju jap flokëve tuaj ushqyesi dhe dobishëm për të qenë më të shëndetshëm dhe më të fortë gjatë gjithë kohës. Aloe vera është e mirë gjithashtu kundër shqetësimit të akneve. Gjeli aloe verës mund të përdoret kundër akneve për të evituar gjithashtu edhe inflamacionet, skuqjet dhe problemet e lëkurës. Gjelin mund ta përdorni gjithashtu edhe si maskë magjike nëse keni një fytyrë të ndjeshme, duhet të bëni një test paraprak përpara se ta vendosni atë në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të lehtësojë problemet e zbokthit. Përdorimi i xhelit aloe verës në flok është shumë efikas për eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e xhelit aloe verës në mënyrë të rregullt duke aplikuar direkt në zonat e skalpit.
Gjithashtu aloe verën mund ta përdorni kundër djegjeve të lëkurës, kryesisht nga dielli. Gjeli aloe verës është efikas për të garantuar një mbrojtje më të mirë të lëkurës, sidomos kundër rrezeve të diellit. Mjafton që ta aplikoni atë si krem në lëkurën tuaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike dhe rigjeneruese të saj. Në këtë mënyrë, aloe verën mund ta ktheni në një produkt fantastik në mbrojtjen e shëndetit. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është edhe vaji esencial i shkëlqyer që jep vlera të larta në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Gjeli që gjendet nga gjithet e aloe verës veçanërisht mund të ofrojë përfitime madhështore në dobi të organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga vlerat e bimës së aloe verës, në përditshmërinë tuaj mund ta aplikoni atë si një zgjedhje ideale kundër këtyre komplikacioneve. Në këtë video, sipas step to health do të rendisim disa nga përfitimet unike që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i vajit esencial të aloe verës. Vaji i aloe verës përmban gjithashtu antioksidant, përmban vitaminën C, vitaminën E, vitaminën B, gjithashtu proteina minerale, polisaharide, enzima, aminoacide, gjithashtu edhe beta-karoten. Shëndeti i stomakut është i pari që do të përfitojë nga përdorimi i vajit të aloe verës. Vaji i aloe verës përmban avantazhe të rëndësishme gjithashtu kundër këtyre inflamacioneve. Ai do të ndihmojë ndjeshëm në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë më mirë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ky vaj është vërtet i dobishëm për të trajtuar sindromen e zorrës së irrituar, konstipacionin, gjithashtu edhe refluksin acid. Vaji i aloe verës mund të përdoret gjithashtu kundër shenjave që mund të keni dhe mund të krijohen në lëkurën tuaj. Ky vaj do të përshpejtojë rigjenerimin e lëkurës suaj dhe do të mbajë gjithashtu larg problemet të shenjave të tyre të ndryshme. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të rigjenerojë më lehtë lëkurën tuaj dhe të evitojë gjithashtu krijimin e kapilarëve të fryrë. Sistemi juaj imunitar është një tjetër përfitues i rëndësishëm që do të marrë vlerat e vajit të aloe verës. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në trupin tuaj. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund të kthehet gjithashtu në një zgjedhje vërtet natyrale kundër këtyre shqetësimeve. Vaji i aloe verës në përditshmërinë tuaj mund të përdoret gjithashtu si një deodorant krejt natyral. Vaji i aloe verës përmban një aromë shumë të mirë, ndaj mund ta përdorni gjithashtu si një deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit dhe për më tepër ky vaj do të mbajë nën kontroll problemet që lidhen me djersitjen e tepërt të lëkurës dhe do të evitojë gjithashtu komplikacionet e saj. Nëse e përdorni atë në përditshmërinë tuaj, sidomos në rastet kur krijohen erëra të këqija të trupit, vaji i aloe verës mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër djersëve të tepërta të cilat krijojnë aroma të pakëndshme në trupin tuaj. Gjithçka që duhet të bëni është të ta përdorni me kujdes dhe brenda mundësisë së duhur, për të evituar gjithashtu gabimet që mund të hasni në përdorimin e saj. Aloe vera është një produkt fantastik që nëse e mbani në shtëpinë tuaj mund të kthehet në një lehtësues e mirë kundër kapsllëkut. Për shkak të efekteve të saj laksative, lëngjet e aloe verës mund të ndihmojnë ndjeshëm në pastrimin e organizmit tuaj. Falë vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, të cilat përmban aloe vera, mund të ndihmojnë në trupin tuaj të mbajë larg stresin oksidativ. Gjithashtu përmban minerale të rëndësishme siç është kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Aloe vera është një bimë shumë e mirë në luftën kundër kapsllëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë lëvizjen e zorrëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjedhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsultën me mjekun tuaj. Filloni në doza të vogla dhe do të zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjetheve. Kështu ndikimet e saj në organizëm do të jenë më të mëdha, më të plota dhe do të keni gjithashtu më pak shqetësime në përditshmërinë tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.